Në lidhje me mëshirën dhe dashurinë të cilën ka kultivuar dhe ka manifestu i dërguari i Allahut profeti Muhamedi, paqja dhe bekimi qoftë mbi të, është se një ditë ishte një person afër tij dhe profeti alayhis salam puthi nipin e tij, Hazreti Hasanin, dhe ky person i cili ishte afër profetit, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të, e shikoi profetin dhe i tha që unë kam 10 fëmijë dhe nuk puthi asnjëherë asnjë prej tyre. Pejgamberi alayhis salam i tregoi këtij personit duke i thënë: "Men la yarham la yurham." Ai person i cili nuk tregon mëshirë, atij person nuk i tregohet mëshirë, e kishte fjalën nga Zoti.